Një grup banorësh në zonën e livadeve në Kiras ka ndërmarrë një nisme për të shtruar rrugën rreth 1,5 kilometër gjatë, duke investuar vetë për të përmirësuar infrastrukturën e zonës. Sipas tyre, ky veprim ka ardhur si pasojë e mungesës së reagimit nga autoritetet për përmirësimin e kushteve të rrugëve në këtë zonë. Momentet e para kanë qenë motrat të kisha këtu ndërrezës që janë mundu edhe kanë mojt për disa vite me rehabilitim, me shtrim, me çakull, me mirëmojtje ka qenë edhe punëtor që ka mush gropat. Edhe atër pa mundësi fondesh, pa mundësi lekut, heken dorë për kësaj punë më unë. Unë për vetë domon 2 herë me lekët e mia kam vu fadromen, sa më rrafshu që me galut pak nëse do pak makina se është problem puna të fëmijëve të shkollës. Unë do të kisha bërë thirrje në shoqëror, kryetarit bashkisë zot Benet Beci, në emën tim dhe në emën të lagjës, nëse është e mujtën, paktën me çakull peshtrojmë, t'ia hedhni sy kësaj lagjet, nëse është e mujtën me ia hedh asfaltin dhe me hek dorë herë mirë për kësaj punë. Gjenja kësaj rrugë ka qenë se mas me kalue as traktorat. Jena detyruar me lyp edhe borx, mas mu do prej shokëve, me zerë lekët e tonit në rrugë, që ta bëjmë si kena mujt me këtë çakull që kena në mundësitë tona. Kena bashkuar lekë so me bë paktën me kalue disi. Se për me bën si duhet bashkia këtu. Banorët munohen me majt aty, me e shtru ty mulu grupa, për që kanë me bë më se s'kanë pare, ku me i marë paret. Banorët kërkojnë që autoritetet të bëjnë përpjekje për të mbështetur këtë iniciativë dhe të ofrojnë ndihmë për përmirësimin e mëtejshëm të infrastrukturës në këtë zonë.